Gjatë kontrolleve të kryera në pikën e kufitare vërmis të kufirit të Shqipëri-Kosovë, gjatë këtyre ditëve, zyrtarët doganor kanë parandaluar disa raste të hyrjes së mallrave të padeklaruar në territorin e Republikës së Kosovës, bazuar në analizat e rrezikut dhe sjelljet e dyshimta të disa udhëtarëve që vinin nga Shqipëria, janë sekuestruar për kontroll të dytë disa automete, nga të cilat janë identifikuar mallra që nuk ishin deklaruar sipas legjislacionit doganor në fuqi. Në të gjitha rastet, personat përgjegjës kanë deklaruar se nuk posedonin fatura për mallin ose kanë paraqitur dokumentacion të pjesshëm dhe jo të mjaftueshëm për të arsyetuar sasinë e mallrave të transportuar. Mallrat e ndaluar janë të ndryshme, të përzira gjithsej 104 artikuj, nga të cilat një pjesë nuk ishin të pajisura me dokumentacion përkatës, bën të ditur dogana e Kosovës. Për të gjitha rastet, sipas doganës së Kosovës, është iniciuar procedura kundërvajtëse sipas nenit 244 të kodit doganor dhe akcizave të Kosovës, ndërsa mallrat janë ndaluar deri në përfundimin e procedurave ligjore. Dogana e Kosovës mbetet të përkushtuar në zbatimin e ligjit dhe ruajtjen e integritetit ekonomik të vendit. Udhëtarët inkurajohen të respektojnë obligimet ligjore për deklarimin e saktë të mallrave gjatë hyrjes në territorin e Republikës së Kosovës nga Republika e Shqipërisë, thuhet në njoftimin e doganës së Kosovës.